Dallë poetike në Ksamil. Ky ishte titulli i gjetur për mëngjesin letrar që shoqata adhetare kulturore ta Filbuzi organizoi në Ksamil mes tepelenasve të vet, që përbëjnë një komunitet të dallueshëm të ardhur prej kohësh në këtë destinacion tashmë të lakmuar turistik. Dallë poetike në Ksamil, sipas organizatorëve, u zgjodh të bëhej këtu për të treguar edhe se letërsia është në harmoni me detin dhe me dallgët, u shpreh Enkelejda Fejzo si ideatore e këtij aktiviteti. Shoqata e Filbuzit ka folur me një modesti, por në fakt ju keni numrin më të madh të shoqatës së Filbuzit dhe pikërisht ne nxjellëm të vendin këtu. Jam shumë e kënaqur që sot kemi ardhur me poezi, nuk kemi ardhur me dallg, edhe në këtë ditë më të bukur se sa me shi, ku ka më bukur se të lexohet poezi e të flitet për letërsinë. Dua të falenderoj të gjithë pjesëmarrësit që janë këtu sot në këtë kohë, edhe pse kemi vërtet vështirësira të fenomenit natyror, po besoj se edhe këta janë dashamirës të artit dhe të fjalës. Paraqitja poetike e tepelenasve në Ksamil pati në fokus promovimin e 3 librave. Autorët e tyre, Hava Muçollari, Bedrik Kabashi dhe Besnik Hoxha, kanë të përbashkët jo vetëm origjinën, por edhe dashurinë dhe frymëzimin që gjejnë tek tepelena. Autorën Hava Bihasi, Besnik Hoxha dhe Bedrik Kabasha. Ishte një nder për ne si shoqat që këta na japin ne këtë të drejtë për të promovuar librat e tyre dhe ne ndjemi kënaqësi shpirtërore, morale dhe gjithçka për aktivitete të tilla. Falenderoj për këtë dhe bashkëpunimin me Bashkinë e Sarandës, që plus që ishte edhe sponsor e këtij aktiviteti, por na mbështeti dhe me bazë materiale dhe me aktorët që ka në dispozicion me drejtorinë e kulturës së saj. Vetë autoria thotë se në këtë promovim, i pari në Ksamil i veprës së saj poetike, u ndjesi në familje mes njerëzve të njohur e të dashur. Realisht, ishte hera e parë që organizoja një promovim në Ksamil. Ideja ishte e shoqatës ta Filbuzi në bashkëpunim me Bashkinë Sarand, dhe dëshira ime u bashkua me dëshirën e tyre, dhe për arsyeën se Ksamili është një trev që më kujton vendlindjen, ku shumica e ksamiliotëve janë po nga zona ime, nga Izvori, nga Buzi, nga Komari, nga Rabia, nga po kështu Kamalla Kastriot e tjerë. Pra më duk, sikur isha në familje, ndonse prisja një pranim më të madhe në promovimet e librit, mbase koha me shi nuk e ka mundësuar ardhjen e shumicës prej tyre. Gjithsesi jam e lumtur që jam këtu në bregun melodios të valve të përzjera të Jonit. Me shumë simpati u prit libri taksistit tepelenas Besnik Hoxha për të gjitha të veçantat që sjell. Unë vi nga një familje normale se të gjitha familjet fisnike të fshatit tim, ata që i njoj dhe i di këtu që janë këtë, dhe vi nga një familje ku në shtëpinë time libri ka qenë prezent që kur unë isha i vogël. Baba im lexonte, dëgjoja nga xhesha, nga babai, nga ajo që gjyshi kishte pas libra që i lexonte, kishte bërë emigracion në Amerikë, kishte mbajtur një ditar të madh që i shënonte. Selina, vajza e autorit, u shpreh se portreti i tij është ai një njeriu punëtor, teksa tregon se është rritur me imazhin e njeriut që ju bë mësues edhe për atë. Ndërsa aktorët e Qendrës Kulturore të Sarandës, Pranvera Brinja e Flamur Oruçi, interpretuan poezi dhe pjesë të zgjedhura nga librat që u promovuan. Me një copë letër dhe stilo laps në dorë, bënte poezi, bënte tregime, na ka inspiruar gjithmonë. Ka qenë gjithmonë një burr punëtor që nuk ka rreshtuar kurrë së punuari për ne, për të na ofruar ato çka çdo prind dëshiron t'i ofrojë fëmijëve dhe familjes së tyre, por mbi të gjitha babi im është një njerëz shumë i zgjuar, është një letrar shumë i zotit dhe është një njerëz shumë i mirë me shpirt shumë të bukur dhe gjithashtu një shpirt shumë të bukur artistik. Takimi letrar në Ksamil ofroi art, por edhe miqësi e kulturë dhe krijoi hapësira ku njerëz të moshave dhe profesioneve të ndryshme të takohen, të flasin për letërsinë, frymëzimin dhe artin, teksa shijojnë peizazhet e mrekullueshme të Ksamilit. Ky takim një herësh ishte edhe kontribut për pasurimin e realitetit kulturor të qytetit të Ksamilit.